ndonjëherë duket sikur shumë njerëz janë pak alergjik në momentin që ti u përmend solidaritetin ose veprimin kolektiv, të paktën këtu të shohin me dyshim, të shohin pak si të çmendur nganjëherë. Unë them se në Shqipëri dhe në fakt jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Europën lindore, pra në Europën e botës pas komuniste, një nga arsyet që qytetarët e kanë këtë alergji ndaj kolektivës, ndaj përgjegjësisë, ndaj solidaritetit, ndaj këtyre fjalëve kyçe, janë që i lidhin këto fjalë me një sistem që edhe ai është imponuar nga lart. Pra që një sistem që edhe ata e shohin si shtypës, mendoj me të drejtë, sepse është një sistem që ka ardhur në fuqi në mënyrë jo demokratike dhe ka mbetur në fuqi fal mungesës së demokracisë, dhe fal mungesës së mekanizmave të legjitimitetit demokratik. Kështu që them që është shumë normale që qytetarët, sidomos kur vinë nga një brez i caktuar, por pastaj këto narrativat edhe konsolidohen, sedimentohen në shoqëri, e kanë këtë alergji sepse çdo gjë që lidhet me të përbashkëtën, me kolektiven, me ndjenjën e solidaritetit, me fjalën barazi, e lidhin me manipulimin, me ushtrimin e pushtetit, me dhunë ndaj qytetarëve, pra me mungesën e legjitimitetit demokratik. Ndërkohë që kur ti thua që unë jam i përgjegjshëm për veprimet e mia, kjo nga individi kuptohet dhe është më e thjeshtë për të kuptuar sesa të shpjegosh që në fakt në kapitalizëm askush nuk është vërtet i përgjegjshëm, sepse ne gjithmonë varemi nga dikush që ka kontrollin e mjeteve të prodhimit apo të mjeteve të informacionit apo të diskursit politik. Them që është normale. Them që nuk duhet të jem naive dhe nuk duhet të jem optimiste, por besoj se nuk ka rrugë dalje nga kjo përveç vazhdimit të debatit dhe vazhdimit të shtjellimit të temave dhe të nguljes këmbë, që në fakt ka edhe një qasje tjetër ndaj kritikës kapitalizmit, që jo se çdo kritikë e kapitalizmit shkon në socializmin e shtetit, mund të ketë një projekt tjetër, mund të ketë një alternativë, por të gjitha këto janë diskurse që duan shumë kohë për të ndërtuar dhe duan një ndrim brezas, një ndrim gjeneratash, duan edhe rrethana politike të pjekura, pra nuk varen thjesht nga intelektualët, dhe besoj që ne duhet të kemi një sens limiti të kufive të ndërhyrjeve intelektuale në debatin publik.